Pas humbjes së papritur të bashkëshortes, një baba sheh vajzat e tij binjake të zhytura në heshtje të thellë. Muaj trajtimesh intensive dështojnë përballë një boshllëku që askush s'mund ta prek. Derisa një grua e harruar nga sistemi ndes me delikatesë shkëndijën e shërimit. Përpara se të fillojmë, bëhuni pjesë e familjes son këtu në kanal, abonohuni tani, lini pëlqimin tuaj, na ndihmon jashtëzakonisht shumë në punën tonë dhe shkruani në komente nga cili qytet po na ndiqni. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Fluturimi i kthimit nga Durrësi u ul në Rinas në orën 8:20 të mbrëmjes. Artan Dervishi e mbylli telefonin pasi konfirmoi me shoferin e tij privat se ishte tashmë rrugës për në aeroport. 3 ditë takime intensive me furnitorët e firmës së ndërtimit kishin qenë produktive, por ai ishte i paduruar për të mbërritur në shtëpi. I mungonte Ana, gruaja e tij prej 12 vitesh, dhe binjaket Sofia e Elena, të cilat do të mbushnin 7 vjeç muajin tjetër. Ndërsa priste bagazhin, i ra telefoni. Numër i panjohur. Alo, zoti Artan Dervishi? Po, kush jeni? Ju flet Spitali Amerikan, njësia të liçeni, i thatë. Zotëri, duhet të vini këtu menjëherë. Bëhet fjalë për gruan tuaj, Ana Dervishi. Bota sikur ndaloi. Artani ndjeu se toka po i ikte nga këmbët. Çfarë ka ndodhur? A është mirë? Zotëri, preferoj të flasim personalisht. E jani sa më shpejt të jetë e mundur. Toni i rënd i zërit në anën tjetër të linjës thoshte gjithçka. Artani e lëshoi valixhen në tokë dhe vrapoi jashtë terminalit me zemrën që i rrite fort. Rrugës për në spital i telefonoi dado së vajzave, por askush nuk përgjigjej. Provoi celularin e Anës. Kutia postare. Kur mbërriti në spital, e drejtuan në një dhomë të veçantë ku e priste mjeku roje. Mjeku, një burr në moshë të mesme me një shprehje të pikëlluar, i hyri drejt e në temë. Zoti Dervishi, më vjen shumë keq që duhet t'ju jap këtë lajm. Gruaja juaj pësoi një arrest kardiak të papritur në shtëpi rreth orës 5 të pasdites. Paramjekët mbërritën shpejt, por nuk arritëm ta rikthejmë. Ajo nuk mbijetoi. Fjalët i bënin njehon në mendjen e Artanit sikur vinin nga shumë larg. Ana. Ana e tij. 34 vjeç, gjithmonë e shëndetshme, gjithmonë rrezatuese. Si ishte e mundur kjo? Por doktor, ajo ishte mirë, fola me të mbrëm, gjithçka ishte normale. Ndonjëherë këto gjëra ndodhin pa paralajmërim, zoti Dervishi. Një aritmi e rënd, një problem kongjenital që nuk ishte shfaqur kurrë. Po hetojmë, por e rëndësishme tani është që ju të dini se ajo nuk vuajti. Artani doli nga spitali si një fantazmë. Shoferi, duke kuptuar seriozitetin e situatës, i ofroi ta çonte direkt në shtëpi, në zonën e liçenit të thatë. Gjatë gjithë rrugës, Artani qëndroi në heshtje, duke u përpjekur të përpunonte realitetin. Si do t'ua shpjegonte Sofias dhe Elenës se mami nuk do të kthehej më? Shtëpia ishte çuditërisht e heshtur kur ai mbërriti. Vera, dadoja, hapi derën me sy të enjtur nga të qarat. Zoti Artan, çfarë tragjedie nuk dija si t'ua thoja vajzave. Ku janë ato? Në dhomën e ndenjes. Zotëri, ato. Vera hezitoi, duke fshirë hundën me një shami. Ato janë ndryshe që kur e morën vesh. Nuk kanë folur më, nuk duan të hanë, nuk lëvizin nga vendi. Artani hyri në dhomën e ndenjes dhe ndjeu zemrën t'i coptoi. Sofia dhe Elena ishin ulur në dy sheme, krah për krah, të përqafuara, duke parë në boshllëk. Ende kishin veshur uniformat e shkollës, por dukeshin si kukulla të thyra. Babi erdhi, vajza. Asnjë reagim. As edhe një pulitje sysh. Artani u gjunjëzua para tyre, duke u përpjekur të krijonte kontakt me sy. Bia, babi është këtu. A do të flasim? Asgjë. Sikur ai të mos ekzistonte. Vera u afrua, duke pëshpëritur. Kështu ishin kur erdha. Fqinja, zonja Marcela, ishte ajo që telefonoi urgjencën. Tha se i gjeti vajzat në këtë gjendje kur zjarfiksit thyen derën. Sikur bota e tyre të kishte ndaluar. Ditët në vijim ishin një mjegull dhimbjeje dhe dëshpërimi. Varrimi i Anës u bë në një mëngjes të shirshëm të mërkure. Artani vendosi të mos i merrte vajzat, të cilat vazhdonin në atë gjendje pothuajse katatonike. Ato nuk hanin siç duhet, nuk flisnin, nuk reagonin ndaj asgjëje.
Dukeshin sikur ishin shkëputur nga realiteti. I shqetësuar, Artani kërkoi ndihmë mjekësore. Pediatri i vajzave, Dr. Kovaci, i ekzaminoi me hollësi. Është një traumë e rëndë psikologjike, Artan. Ato kanë parë diçka që mendjet e tyre fëmijërore nuk arrin ta përpunojnë. Do t'ju dërgoj te një specialist. Kështu njohu Dr. Fatmir Agolin, psikiatër i njohur fëmijësh me klinik në zonën e bllokut. Një burr 50 vjeç me flokë të thinjur të krejur në mënyrë perfekte, kostum pa të meta dhe një qëndrim imponues. Zëri i tij i thellë transmetonte autoritet kur foli për rastin. Zoti Dervishi, ajo me të cilën po përballen vajzat tuaja është një gjendje komplekse e traumës disociative. Ato janë shkëputur nga realiteti si një mekanizëm mbrojtës. Është një rast i rëndë që do të kërkojë ndërhyrje të specializuar dhe intensive. Doktor, a do të shërohen? Me trajtimin e duhur, po. Por do të jetë një proces i gjatë dhe i kushtueshëm. Do të na duhen seanca ditore, ndjekje neurologjike, medikamente të mundshme dhe terapi eksperimentale. Ekipi im është më i avancuari në vend për këtë lloj rasti. Artani nuk hezitoi. Parat nuk ishin problem. Firma e tij e ndërtimit ishte në rritje të plotë dhe ai do të bënte gjithçka për bijat e tij. Brenda pak ditësh, shtëpia u transformua. Doktor Fatmiri ngriti një strukturë të vërtet klinike në katin e sipërm. Infermierët ndërroheshin me turne, u instaluan monitor kardiak, pajisje elektroencefalografie mbërritën në kuti të mëdha. Sofia dhe Elena i nënshtroheshin ekzaminimeve ditore, seancave terapie që zgjasnin me orë, me elektroda të ngjitura në kokat e tyre të vogla. Është e nevojshme të monitorojmë vazhdimisht aktivitetin e tyre cerebral, shpjegonte Dr. Fatmiri. Po hartojmë zonat e prekura nga trauma për të drejtuar trajtimin. Por sado i sofistikuar të ishte aparati mjekësor, vajzat mbeteshin një lloj të qeta, të largëta, sikur të ishin të bllokuara në një flusk të padukshme. Hanin vetëm kur i detyronin, nuk luanin, nuk buzëqeshnin. Ishin si dy statuja prej mishi e kocke që lëviznin vetëm kur ishte absolutisht e nevojshme. Artani ishte i raskapitur. Midis punës, të cilën nuk mund ta braktiste plotësisht, dhe rutinës mjekësore të vajzave, jeta e tij ishte kthyer në një kaos. Vera bënte ç'të mundej, por shtëpia kishte nevojë për më shumë kujdes. Kuzhina mbushej me enë të palara, rrobat grumbulloheshin, pastrimi ishte lënë pas dore. Ishte Vera ajo që e sugjeroi. Zoti Artan, ju duhet më shumë ndihmë këtu në shtëpi. Unë nuk arriti bëj të gjitha dhe të kujdesem edhe për vajzat. Si thua të punësojmë dikë tjetër? Vetëm për pastrimin dhe organizimin e përgjithshëm. Artani ra dakord me njëherë. Vera njihte një agjenci të besuar dhe do të merrej me përzgjedhjen. Disa ditë më vonë, ajo u kthye me një rekomandim. Gjeta një vajzë shumë të mirë, zoti Artan. Besa Shala, 28 vjeç. Ka përvojë me shtëpi familjare dhe i duhet shumë puna. Duket serioze dhe e përkushtuar. Në rregull, Vera. Ti i kupton këto gjëra. Mund ta therrasësh. Artani ishte aq i zhytur në dhimbjen e tij dhe shqetësimin për vajzat, saqë nuk u kushtoi vëmendje detajeve. Thjesht donte që shtëpia të funksiononte që të mund të përqendrohej në shërimin e Sofias dhe Elenës. Të hënën pasardhëse, Besa Shala u paraqit për punë. Ishte një grua me gjatësi mesatare, flokë gështenjë të lidhur në një bisht të thjeshtë, rroba modeste dhe të pastra. Kishte diçka në shikimin e saj, një përzierje vendosmërie dhe melankolie që Artani e vuri re shpejt, por nuk arriti ta deshifronte. Mirëmëngjes, zoti Dervishi. Unë jam Besa. Kam ardhur për t'ju ndihmuar me shtëpinë. Mirë se erdhe. Vera do të t'i shpjegoj të gjitha. Mua më duhet të dal për në zyrë, por për çdo gjë, fol me të. Besa pohoi me kokë dhe ndoqi Verën për të parë shtëpinë. Kur kaluan pranë dhomës së ndenjes ku Sofia dhe Elena ishin ulur në dy sheme, të rrethuara nga lodra që nuk i preknin, Besa ndaloi për një moment. Shikimi i saj u fiksua te dy vajzat e vogla, aq të qeta, aq të painteresuara. Diçka në gjoksin e saj u shtrëngua. Ajo e njihte atë shikim. E kishte parë më parë në vende të tjera, në rrethana të tjera. E dinte se çfarë do të thoshte kur një fëmijë mbyllej kështu ndaj botës. Vajzat e tij i përshpëriti Verës. Të shkretat. Humbën nënën 3 muaj më parë.
Po bëjnë trajtim me një mjek shumë të rëndësishëm, por nuk përmirësohen fare. Qëndrojnë aty gjithë ditën, pa folur, pa luajtur. Të coptojnë zemrën. Besa nuk tha asgjë, por vazhdoi t'i vëzhgonte vajzat për disa sekonda të tjera. Kishte diçka familjare në atë skenë, diçka që zgjonte një dhimbje të vjetër në gjoksin e saj. Atë javë të parë, ajo i kreu detyrat e saj me efikasitet të heshtur. Pastronte, organizonte, kujdesej për rrobat, përgatiste vakte të thjeshta. Por sa herë që kalonte pranë dhomës së ndenjes ku Sofia dhe Elena kalonin ditët, ndalonte për një çast për t'i vëzhguar. Vajzat kur nuk dukeshin se e vinin re praninë e saj. As të sajën, as të askujt tjetër. Ishin të humbura në një vend të largët ku dhimbja nuk mund t'i arrinte, por ku edhe jeta nuk arrinte të hynte. Besa e kuptonte atë vend. Ajo vetë kishte qenë atje dikur. Besa Shala mbante një peshk të padukshme që askush rreth saj nuk mund ta shite. Gjatë ditëve të para në shtëpinë e dervishëve, ajo i kryente detyrat e saj mekanikisht, sikur të ishte në pilot automatik. Por sa herë që kalonte pranë dhomës së ndenjes ku Sofia dhe Elena qëndronin ulur, diçka brenda saj lëvizte. Ajo e njihte atë shikim të humbur, atë mungesë totale. E kishte parë të dhjetëra fëmijë gjatë 5 viteve që punoi si infermiere pediatrike në Spitalin Pediatrik Nën Tereza në zonën e kombinatit në Tiranë. Fëmijë që kishin kaluar trauma, dhimbje që zemrat e tyre të vogla nuk arrinin t'i duronin. Dhe ajo e dinte gjithashtu se, në shumicën e rasteve, nuk ishin ilaçet apo pajisjet ato që i kthenin në boll. Ishte afeksioni. Ishte prania njerëzore. Ishte dikush që i shihte jo si pacient, por si njerëz. Besa ishte vetëm 23 vjeç kur u diplomua për infermieri. Ishte e apasionuar pas profesionit, veçanërisht pas kujdesit për fëmijët. Kishte një dhunti të natyrshme, një lidhje të veçantë me pacientët e vegjël. Ata i besonin, buzëqeshnin kur ajo hynte në dhomë, qetësoheshin me zërin e saj të butë. Gjithçka ndryshoi një pasdite marsi, 2 vjet më parë. Kishte qenë një ditë e ngarkuar në spital. Turni 2 fish, shumë shtrime, ekipi i mbi ngarkuar. Besa po kujdesej për një djalë 4 vjeçar me pneumoni të rëndë, Gabrielin e vogël, kur mori urdhrin nga doktor Fatmir Agolli për t'i aplikuar një medikament. Po, i njëjti doktor Fatmir që tani trajtonte Sofian dhe Elenën. Në atë kohë, ai ishte shefi i pediatrisë në Spitalin Nën Tereza, një burr i respektuar, me zë autoritar dhe temperament të vështirë. Kur jepte një urdhër, askush nuk e vinte në dyshim. Infermiere Besa, apliko 10 mg morfin te Gabrieli. Djali ka dhimbje. Besa pa recetën dhe diçka nuk përputhej. 10 mg ishte një dozë shumë e lartë për një fëmijë 4 vjeçar. Doza e saktë do të ishte maksimumi 3 mg. Doktor, a nuk do të ishte më mirë të rishikonim dozën? Për një fëmijë të kësaj moshe. Infermiere, unë jam mjeku këtu. Bëj atë që po të them. Besa hezitoi. I gjithë formimi i saj bërtiste se kjo ishte gabim, por doktor Fatmiri e shikonte me atë vështrimin frikësues që nuk pranonte kundërshtime. Ishte viti i saj i parë në spital, ishte e re, pa përvojë. Kush ishte ajo për të vënë në dyshim një mjek me dekada karrierë? Me duar që i dridheshin, ajo përgatiti injeksionin. 10 mg morfin. Ja aplikoi Gabrielit të vogël, i cili e shikoi me ata sy plot besim, pa e ditur se ajo do të ishte hera e fundit që do të buzëqeshte. Brenda 15 minutash, djali pësoi arrest respirator. Ekipi i urgjencës luftoi për 2 orë, por nuk arriti ta shpëtonte. Gabrieli vdiq nga mbidoza e morfinës. Hetimi i brendshëm ishte i shpejtë dhe brutal. Doktor Fatmiri pretendoi se kishte përshkruar 3 mg, jo 10. Paraqiti një recetë të ndryshuar si provë. Tha se infermierja Besa kishte bërë një gabim në lexim dhe kishte aplikuar një dozë vdekjepruese. Besa u përpoq të mbrojë, por ishte fjala e saj kundër asaj të një mjeku të njohur. Nuk kishte dëshmitar. Kamerat e sigurisë së korridorit ishin me defekt atë ditë, çuditërisht. Brenda një jave, ajo u pushua nga puna për neglizhencë të rëndë. Brenda një muaji, urdhri i infermierit të Shqipërisë ja hoqi licencën. Brenda 3 muajsh, ishte në listën e zezë të spitaleve të Tiranës. Askush nuk do ta punësonte më për të punuar në shëndetësi. Familja e Gabrielit të vogël paditi spitalin. Besa u përfshi në proces si e pandehur.
Ju desh të shiste apartamentin që kishte marrë me kredi, të përdorte të gjitha kursimet me avokat. Në fund, edhe pse e pafajshme, ju desh të paguante një dëmshpërblim që e la me borxhe për vite me radhë. Jeta e saj u shkatërua. Profesioni që donte i humbur. Reputacioni i shkatëruar. Kolegët e punës që më parë e respektonin, tani e shmangnin sikur të ishte ngjitse. Disa miq u zhdukën, të tjerë pëshpërisnin pas shpine. Besa ra në depresion të thellë. Kaloi muaj e mbyllur në shtëpi, në garsonierën e vogël që mori me qira në laprak pasi humbi apartamentin. Nuk arrinte të flinte siç duhet, shihte makthe me Gabrielin, me atë shikimin e tij plot besim herën e fundit që u pan. Shërimi ishte i ngadalë dhe i dhimbshëm. Dalë ngadalë, gjeti punë sporadike si pastruese, kujdestare për të moshuar, punonjëse shtëpie. Gjithmonë me emra të rem në referenca, gjithmonë duke fshehur të kaluarën e saj. Mësoj të ishte e padukshme, të mos binte në sy, të kalonte pa u vënë re. Por dhimbja nuk i kaloi kur plotësisht. Dhe faji, edhe pse e dinte se nuk ishte përgjegjësia e saj, vazhdonte ta brendonte nga brenda. Prandaj, kur pa Sofian dhe Elenën në atë gjendje, ndjeu një shtrëngim në gjoks. E njihte dhimbjen e tyre sepse mbante të sajën. E dinte se çdo të thoshte të shkëputeshe nga bota kur ajo bëhej e pamundur për t'u duruar. Në fund të javës së dytë të punës në shtëpinë e dervishëve, një pasdite të enjte, Besa po pastronte me fshes me korrent dhomën e ndenjes kur vuri re se zhurma e pajisjes po shqetësonte doktor Fatmirin, i cili po bënte një seancë me vajzat në katin e sipërm. Fiku fshesën me korrent dhe qëndroi aty në këmbë, duke vëzhguar Sofian dhe Elenën të ulura në dy sheme. Ato mbanin ato elektroda në kokë, tela të lidhur me një makinë që lëshonte tinguj të vazhdueshëm. Dukeshin si dy kukulla të vogla të thyra. Pa u menduar fare, Besa filloi të këndonte me zë të ulët një këngë që gjyshja ja këndonte kur ishte fëmijë. Erdhi macja nga mulliri, mjaul, mjaul, mjaul. Ç'na ke prur moje mirë, mjaul, mjaul, mjaul. Ishte një melodi e thjeshtë, e butë, që gjithmonë e qetësonte kur ishte e vogël. Vazhdoi të këndonte ndërsa paloste disa rroba që ishin në divan, duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen. Pa pritur, diçka e bëri të ndalonte. Kur ngriti syt, pa Sofian që e shikonte drejt në sy. Nuk ishte ai shikimi bosh i zakonshëm. Ishte një shikim kureshtar, i pranishëm, i gjallë. Sikur për herë të parë në muaj, vajza të kishte parë vërtet dikë. Besa mbeti e ngrirë, pa ditur ç'të bënte. Sofia vazhdonte ta shikonte, dhe tani edhe Elena kishte kthyer kokën në drejtim të saj. Erdhi macja nga mulliri, mjaul, 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 përshpëriti Besa përsëri, pothuajse pa zë. Elena lëvizi pak kokën, sikur të përpiqej të dëgjonte më mirë. Besa ndjeu lotët t'i formoheshin në sy, por nuk ndaloi së kënduari. Ishte sikur një dritare të ishte hapur në një dhomë që kishte qenë e mbyllur për muaj të tërë. Kur mbaroi këngën, të dyja vajzat ende e shikonin. Nuk than asgjë, nuk buzëqeshën, por ishin aty. Të pranishme. Të gjalla. Përshëndetje, murmuriti Besa, duke u ulur ngadalë në gjunjë për të qenë në nivelin e tyre. Ju pëlqeu kënga? Sofia puliti syt ngadalë. Elena lëvizi lehtë gishtat. Ishin gjeste minimale, pothuajse të padukshme, por për Besën ishin si fishek zjarr. Ajo e dinte se diçka kishte ndryshuar në atë moment. Në ditët në vijim, Besa filloi t'u kushtonte më shumë vëmendje vajzave. Sa herë që kalonte pranë dhomës së ndenjes dhe ato ishin vetëm, këndonte me zë të ulët të njëjtën këngë. Dhe gjithmonë vinte re reagime të vogla. Një shikim që zgjaste pak më shumë, një frymëmarrje që bëhej më e qetë, një lëvizje pothuajse e padukshme. Një javë më vonë, kur po pastronte dhomën e ngrënies, Besa vuri re se Sofia po e ndiqte me shikim ndërsa ajo lëvizte nëpër shtëpi. Ishte delikate, por po ndodhte. Ti po më sheh, apo jo, murmuriti Besa kur kaloi pranë saj. Ti je aty brenda, duke pritur momentin e duhur për të dalë. Sofia nuk u përgjigj, por Besa ishte e sigurt se ajo e kishte kuptuar. Artani ishte aq i zhytur midis punës dhe takimeve me doktor Fatmirin sa nuk i vinte re këto ndryshime të vogla. Vera, gjithmonë e zënë me medikamentet dhe kujdesin bazik të vajzave, gjithashtu nuk e kuptonte. Por Besa e shihte. Dhe çdo ditë që kalonte, ndjente se Sofia dhe Elena po ktheheshin dalë ngadalë në bollë.
Ishte një mëngjes të shtune kur ndodhi përparimi i parë i madh. Artani kishte dalë herët për të luajtur tenis në klub, duke u përpjekur të lehtësonte stresin. Vera ishte në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin. Doktor Fatmiri do të vinte vetëm pasdite për seancën e fundjavës. Besa ishte në dhomën e ndenjes duke rregulluar revistat e tavolinës së mesit kur Sofia u ngrit ngadalë nga dyshemeja ku kishte qëndruar ulur për orë të tëra. Besa bëri sikur nuk po i kushtonte vëmendje, por vëzhgonte gjithçka me bisht të syrit. Sofia eci ngadalë deri aty ku ishte Besa dhe qëndroi në këmbë pranë saj, thjesht duke vëzhguar. "Përshëndetje, Sofia," tha Besa butësisht, pa ndaluar atë që po bënte. "Mirëmëngjes edhe ty," vajza nuk u përgjigj, por nuk u largua. Pas disa minutash, Besa ndjeu diçka t'i prekte bluzën. Ishte dora e vogël e Sofias duke prekur butësisht pëlhurën e mëngës. Zemra e Besës filloi të rrite fort, por ajo qëndroi e qetë. "A do të më ndihmosh të rregulloj revistat?" pyeti me zë të ulët. Sofia nuk u përgjigj verbalisht, por kur Besa i zgjati një revistë, vajza e mori. Ishte kontakti i parë fizik vullnetar që Sofia bëri me një person tjetër që nga humbja e nënës. Elena, duke parë motrën të lëvizte, gjithashtu u ngrit dhe eci ngadalë drejt tyre. Qëndroi në anën tjetër të Besës, thjesht duke vëzhguar. Të treja qëndruan aty për gati një orë, duke rregulluar revista në heshtje. Besa këndonte me zë të ulët her pas here dhe vajzat dukeshin se relaksoheshin me tingullin e zërit të saj. Kur dëgjuan makinën e Artanit të hynte në garazh, Sofia dhe Elena u kthyen shpejt në vendin ku qëndronin gjithmonë, ulur në dysheme sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Artani hyri i djersitur nga tenisi, përshëndeti Besën shpejt dhe vazhdoi për të bërë dush. Nuk vuri re asgjë të ndryshme. Por për Besën gjithçka kishte ndryshuar. Ajo e dinte se Sofia dhe Elena po fillonin t'i besonin. Dhe më e rëndësishmja, po fillonin të donin të ktheheshin në botën e të gjallëve. Atë natë, ndërsa rregullonte kuzhinën pas darkës, Besa reflektoi mbi atë që po ndodhte. Vajzat po i përgjigjeshin diçkaje që pajisjet mjekësore dhe seancat e doktor Fatmirit nuk arrinin ta ofronin, lidhjen e thjeshtë dhe të sinqertë njerëzore. Ajo nuk kishte formim në psikiatri, nuk kuptonte nga traumat komplekse apo terapitë eksperimentale. Por e dinte, thellë në zemër, se Sofia dhe Elena nuk kishin nevojë për më shumë makina apo medikamente. Ato kishin nevojë të ndiheshin sërish të sigurta, të dashura, të shiheshin sërish si fëmijë dhe jo si paciente. Dhe për një arsye që ajo nuk arrinte ta shpjegonte plotësisht, ato po fillonin ta gjenin këtë siguri tek ajo. Ndoshta ishte sepse Besa gjithashtu kishte humbur rrugën një herë. Ndoshta sepse ajo e kuptonte se çdo të thoshte të shembej bota përreth dhe të duhej të fshiheshe në një vend të sigurt brenda vetes. Ose ndoshta ishte thjesht sepse, kur shikonte Sofian dhe Elenën, ajo nuk shite simptoma apo diagnoza. Shite dy vajza të vogla të frikësuara që kishin nevojë të dinin se ende kishte mirësi dhe kujdes në botë, edhe pas aq shumë dhimbjeje. Ndërsa mbaronte së vendosur i enët, Besa i bëri një premtim të heshtur vetes, do të bënte gjithçka në fuqinë e saj për t'i ndihmuar këto fëmijë të gjenin rrugën e kthimit për në shtëpi. Për në jetë. Për në gëzimin që çdo fëmijë meritonte të kishte. Ajo ende nuk e dinte se njeriu përgjegjës për tragjedinë e jetës së saj ishte i njëjti që po trajtonte Sofian dhe Elenën. Kjo zbulim ende do të vinte dhe do të ndryshonte gjithçka. 3 javë pas kontaktit të parë të Sofias me Besën, ndryshimet e vogla filluan të bëheshin më të dukshme. Ishte si të shikoje lule që çelnin në lëvizje të ngadalë. Sofia ishte e para që tregoi progres më të qartë. Filloi ta ndiqte Besën nëpër shtëpi me shikim, kthente kokën kur dëgjonte zërin e saj dhe ndonjëherë qëndronte pranë saj ndërsa ajo bënte punët e shtëpisë. Elena, gjithmonë më e turpshme, vëzhgonte gjithçka nga larg, por gjithashtu jepte shenja se po i kushtonte vëmendje. Besa kishte krijuar një rutinë të veçantë. Sa herë që doktor Fatmiri nuk ishte në shtëpi dhe vajzat mbeteshin vetëm në dhomën e ndenjes, ajo këndonte këngë të buta ndërsa punonte. Filloi me erdhi macja nga mulliri, por më pas përfshiu këngë të tjera të fëmijërisë, unë jam vogelushja çapkëne, 10 gishta unë i kam, moj bubrec. Vajzat dukeshin se e njihnin çdo melodi dhe Besa vinte re se si ato relaksoheshin kur ajo këndonte. Një mëngjes të martë, ndërsa Vera kishte dalë për të bler ilaçe në farmaci dhe Artani ishte në një mbledhje në zyrë, ndodhi diçka befasuese. Besa po pastronte dhomën e ndenjes kur filloi të këndonte unë jam vogelushja çapkëne.
papritur dëgjoj një zë të dobët, pothuajse një përshpërim, jam e bukur si sorkadhe. Ishte Elena. Besa ndaloi menjëherë me zemrën që i rrite fort. Elena kishte folur. Për herë të parë në 4 muaj, njëra nga vajzat kishte thënë diçka. Elena, përshpëriti Besa, duke u ulur ngadalë në gjunjë pranë saj. A këndove me mua? Elena e shikoi me ata sy të mëdhenj të errët, por nuk tha më asgjë. Vetëm tundi let kokën në shenjë pohimi. A do që të vazhdoj të këndoj? Një tjetër tundje koke pothuajse e padukshme. Besa vazhdoi këngën dhe Elena përshpëriti disa fjalë të shkëputura. Sofia, duke parë motrën të merrte pjesë, gjithashtu filloi të lëvizte buzët, megjithse asnjë tingull nuk dilte. Kur Vera u kthye nga farmacia, i gjeti të treja ulur në dyshemen e dhomës së ndenjes, Besa duke kënduar me zë të ulët dhe vajzat duke i kushtuar vëmendje siç nuk kishin bërë prej muajsh. Ua, çfarë skene e bukur, tha Vera duke buzëqeshur. Kisha kohë pa i parë kaq të pranishme. Besa vetëm buzëqeshi, por për brenda ishte e lumtur. E dinte se ishte në rrugën e duhur. Në ditët në vijim, progresi u përshpejtua. Sofia filloi përsëri të tunte kokën në shenjë pohimi kur dikush i fliste. Elena përshpëriste disa fjalë her par hir. Të dyja filluan të hanin pak më mirë, veçanërisht kur Besa ishte pranë në kohën e vakteve. Një pasdite të enjte, Artani erdhi në shtëpi më herët se zakonisht. Kishte anuluar një mbledhje sepse ndihej fajtor që kalonte kaq shumë kohë jashtë ndërsa vajzat kishin nevojë për të. Kur hyri në dhomën e ndenjes, i përgatitur të gjente Sofian dhe Elenën në gjendjen katatonike të zakonshme, dëgjoi diçka që e bëri të ndalonte në mes të rrugës. Të qeshura. Të qeshura fëmijësh që vinin nga kati i sipërm. Artani ngjiti shkallët 2 nga 2 me zemrën që i rrite me shpejtësi. Ndoqi zërin deri në dhomën e vajzave dhe ndaloi te dera, pa u besuar syve. Sofia dhe Elena po luanin mjekësh me Besën. I kishin veshur asaj një përparse të improvizuar me një peshqir dhe po i ekzaminonin duart me lodra plastike. Ato qeshnin, flisnin me zë të ulët, dukeshin normale. Dukeshin si vajzat që ai njihte para tragjedisë. Artani qëndroi te dera me lotët që i rridhnin në faqe, pa mundur të lëvizte. Ishte hera e parë që dëgjonte vajzat të qeshnin që nga humbja e anës. Hera e parë që i shihte duke luajtur, duke ndërvepruar, duke qenë sërish fëmijë. Babi, bërtiti Sofia kur e pa. Vrapoi drejt tij dhe ju hodh në krah. Elena erdhi menjëherë pas saj. Artani i përqafoi sikur të mos do t'i lëshonte më kurrë, duke qarë nga emocioni. Vajzat e mia, përsëriste mes lotësh. Vajzat e mia u kthyen. Besa qëndronte në një cep të dhomës, duke vëzhguar ribashkimin me një buzëqeshje të emocionuar. U përpoq të dilte në mënyrë diskrete për t'i lënë privatësi familjes, por Artani e thirri. Besa, prit. Të lutem. Ajo u kthye, pak e ndrojtur. Nuk di si të falenderoj, tha Artani, ende me vajzat në krah. Nuk e di çfarë bëre, por ato janë kthyer. Zoti Artan, unë thjesht këndova disa këngë me to luajtëm pak. Asgjë të madhe. Asgjë të madhe. Besa, ti arrite në pak javë atë që muaj të tërë trajtimi nuk arritën. Ti I ktheve vajzat e mia në jetë. Atë natë, pasi Sofia dhe Elena fjetën në dhomën e tyre, për herë të parë që nga tragjedia, Artani I telefonoi doktor Fatmirit për t'i dhënë lajmin e mirë. Doktor, nuk do ta besoni. Vajzat po flasin, po luajnë, po qeshin. Është një mrekulli. Në anën tjetër të linjës, pati një pauzë të gjatë. Zoti Dervishi, kjo është interesante. Por duhet të kemi kujdes me ndryshime kaq të papritura. Ndonjëherë, ajo që duket si progres mund të jetë në të vërtetë një mekanizëm mbrojtës edhe më kompleks. Si kështu, doktor? Duhet t'i ekzaminoj vajzat menjëherë. Dhe diçka tjetër, ju përmendët se punonisja e shtëpisë ka qenë afër tyre. Kjo mund të jetë problematike. Problematike? Doktor, ishte pikërisht pasi Besa filloi të ndërvepronte me to që pati përmirësim. Pikërisht kjo më shqetëson. Fëmijët e traumatizuar mund të zhvillojnë lidhje jo funksionale me figura që përfaqësojnë siguri të rreme. Kjo mund të ndërhyjë rënd në trajtimin afatgjatë. Artani mbeti në heshtje, I hutuar. Doktor, nuk kuptoj. Ato qartësisht po përmirësohen.
Zoti Dervishi, më besoni mua. Kam dekada përvoj në këtë lloj rasti. Do të vi aty nesër në mëngjes për një vlerësim urgjent. Dhe sugjeroj të kufizoni kontaktin e kësaj punonjëseje me fëmijët derisa të jemi të sigurt se nuk ka rreziqe. Atë natë, doktor Fatmiri nuk arriti të flinte. Përmirësimi i papritur i vajzave Dervishi e shqetësonte thellësisht, por jo për arsyet që ja kishte shpjeguar Artanit. E vërteta ishte se ai rast po rezultonte jashtëzakonisht fitimprurës. Trajtimet eksperimentale që po aplikonte kushtonin mijëra lekë në javë. Kishte pajisje me qira, një ekip infermierësh të jashtëm, medikamente të importuara. Përveç kësaj, synonte të përdorte rastin e binjakeve në një artikull shkencor mbi traumat e rënda të fëmijërisë që po shkruante. Nëse vajzat shëroheshin kaq shpejt dhe me metoda të thjeshta që nuk përfshinin teknologji apo medikamente, e gjithë skema e tij do të shembej. Më keq akoma, do të vijej në dyshim nevoja për të gjitha ato procedura të shtrenjta që kishte zbatuar. Ai duhej të rimerte kontrollin e situatës. Të nesërmen në mëngjes, doktor Fatmiri mbërriti në shtëpinë e dervishëve më herët se zakonisht, duke mbajtur një dosje të trashë me dokumente. Përshëndeti Artanin ftohtë dhe kërkoi të ekzaminonte vajzat privatisht. Sofia dhe Elena, të cilat po hanin mëngjes me Besën dhe po qeshnin me një histori që ajo po u tregonte, u tensionuan dukshëm kur pan mjekun. Atmosfera ndryshoi menjëherë. Pas ekzaminimit, doktor Fatmiri e thiri Artanin për një bisedë private në zyrë. Zoti Dervishi, dyshimet e mia u konfirmuan. Vajzat po shfaqin shenja të transferimit emocional problematik. Po zëvendësojnë figurën e humbur të nënës me punonjësen e shtëpisë, gjë që mund të krijojë një varësi psikologjike edhe më të rëndë. Doktor, nuk kuptoj. Ato qartësisht janë më mirë. Në dukje, po. Por është një përmirësim artificial i bazuar në një marrëdhënie varësie. Nëse diçka ndodh me këtë grua, ose nëse ajo largohet papritur, trauma e vajzave mund të shumëfishohet në mënyrë eksponenciale. Artani tundi kokën, i hutuar. Atëherë çfarë sugjeroni? Doktor Fatmiri hapi dosjen që kishte sjell dhe nxori disa letra. Zoti Dervishi, duhet t'ju them diçka për punonjësen tuaj. Bëra një verifikim të së kaluarës së saj për siguri, pasi ajo është në kontakt të ngushtë me vajzat tuaja në gjendje të cenueshme. Artani u drejtua në karrige. Besa Shala ka qenë infermiere e regjistruar. U pushua nga spitali Nën Tereza 2 vjet më parë për neglizhencë mjekësore që rezultoi në vdekjen e një fëmije. Një mbidosë medikamenti që ajo e aplikoi gabimisht. Bota e Artanit sikur u përmbys. Çfarë? Gjithçka është e dokumentuar këtu. Ajo humbi licencën profesionale, u padit nga familja e viktimës. Një fëmijë 4 vjeçar vdiq për fajin e saj. Artani mori letrat me duar që i dridheshin. Ishin kopje të proceseve gjyqësore, raporte disiplinore, artikuj gazetash. Gjithçka dukej zyrtare, gjithçka dukej e vërtetë. Doktor, kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Ajo është kaq e kujdesshme me vajzat, kaq e dashur. Pikërisht kjo më shqetëson. Njerëzit që kanë bërë gabime të rënda me fëmijë ndonjëherë përpiqen të shlyejnë fajin duke krijuar lidhje obsesive me fëmijë të tjerë. Mund të jetë e rrezikshme. Artani ishte në shok. Si kishte qenë kaq i verbër? Si nuk i kishte verifikuar referencat e saj siç duhet? Çfarë duhet të bëj? Zoti Dervishi, si mjek dhe si dikush që shqetësohet sinqerisht për mirëqenien e Sofias dhe Elenës, ju rekomandoj fuqimisht ta pushoni nga puna këtë punonjëse. Menjëherë, çdo ditë që ajo qëndron këtu mund të komprometoj shërimin e vërtetë të vajzave tuaja. Artani qëndroi në heshtje për disa minuta, duke parë dokumentet në dorë. Por doktor, nëse e pushoj, vajzat mund të përkeqësohen. Zoti Dervishi, besoni në procesin shkencor. Besoni në mjekësi. Do të rifillojmë trajtimin e duhur dhe unë ju garantoj se vajzat tuaja do të shërohen në mënyrën e duhur, të përhershme, pa varësi problematike. Kur Artani doli nga zyra, kishte marrë një vendim. Nuk mund të rrezikonte sigurinë e vajzave. Nëse Besa vërtet kishte shkaktuar vdekjen e një fëmije, si mund t'i besonte asaj për t'u kujdesur për Sofian dhe Elenën? Gjeti Besën në kuzhinë duke përgatitur drekën. Vera ishte në obor duke shtrirë rroba dhe vajzat luanin në dhomën e ndenjes. Besa, duhet të flas me ty, ajo u kthye duke fshirë duart në përparse.
Diçka në tonin e zërit të tij e vuri në alarm. Po, zoti Artan? A është e vërtet që ke punuar si infermiere? Dhe që u pushove nga puna për një gabim që shkaktoi vdekjen e një fëmie? Besa ndjeu se toka po i ikte nga këmbët. E kaluara e saj e kishte gjetur përsëri. Zoti Artan, unë mund ta shpjegoj. A është e vërtet apo jo? Është e vërtet që isha infermiere. Dhe është e vërtet që një fëmijë vdiq. Por nuk ishte gabimi im, mund ta shpjegoj gjithçka. Besa, si mundet të ma fshehësh këtë? Vajzat e mia të cenueshme, të traumatizuara, dhe ti fshehe se ishe e përfshirë në vdekjen e një fëmie? Zoti Artan, ju lutem, më lejoni të shpjegoj se çfarë ndodhi vërtet. Jo, Besa. Të besova. Vajzat e mia të besuan. Dhe ti gënjeve që ditën e parë. Lotët filluan t'i rrivnin në faqe Besës. Nuk gënjeva, zotëri. Thjesht nuk e tregova sepse e dija se askush nuk do të më jepte një shans nëse do ta dinte. Por betohem për gjithçka që është më e shenjtë, unë nuk e vrava atë fëmijë. U përdora si kurban. Besa, nuk mund të besoj më në fjalën tënde. Më duhet të mendoj për vajzat e mia, Artani mori frym thellë, duke mbledhur forcat për atë që duhej të thoshte. Je e pushuar nga puna. Dua të largohesh nga shtëpia ime sot. Besa u ndje sikur mori një grusht në stomak. Jo për humbjen e punës, kishte humbur shumë. Por për Sofian dhe Elenën. Ato po përmirësoheshin, po ktheheshin në jetë. Dhe tani. Zoti Artan, vajzat ato po përparojnë kaq shumë. Doktor Fatmiri tha se është një përmirësim i rrem, i bazuar në një varësi problematike, që mund të jetë e rrezikshme për to në plan afatgjallë. Besa kuptoi gjithçka në atë moment. Doktor Fatmiri. I njëjti njeri që i kishte shkatëruar jetën po ja shkatëronte jetën përsëri. Dhe më keq, po përdorte Sofian dhe Elenën si pjesë në lojën e tij. Por Artani nuk do ta besonte. Jo tani. Jo me gjithë ato dokumente si provë kundër saj. A mund të përshëndetem me to? Artani hezitoi për një moment, por më pas tundi kokën në shenjë mohimi. Doktor Fatmiri tha se është më mirë të shmangen lamtumirat traumatike. Që mund të jetë më keq për to, Besa pohoi me kokë, pa mundur të fliste. Mori çantën e saj dhe u drejtua nga dera. Kur po dilte, dëgjoi zërin e Sofias duke bërtitur nga kati i sipërm, "Teta Besa. Teta Besa, eja të luajmë bashkë." Kështu kishin filluar ta quanin. Teta Besa. Besa ndaloi për një moment te dera, mbylli syt fort dhe doli pa parë pas. Nuk e pa Artanin të fshinte një lot kur kuptoi se ndoshta po bënte gabimin më të madh të jetës së tij. Nata e parë pa Besën ishte një makth. Sofia dhe Elena pyetën për të gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës. Ku është teta Besa, kur do të kthehet, pse iku pa u përshëndetur? Artani u përpoq të shpjegonte se ishte dashur të udhëtonte, se i kishte dalë një punë në një qytet tjetër, por vajzat nuk i pranonin përgjigjet e paqarta. Në kohën e gjumit, ato refuzuan të shkonin në dhomë. Qëndruan ulur në shkallë, duke pritur. Teta Besa gjithmonë na këndonte para se të flinim, tha Sofia me syt plot lodh. Ajo nuk ka ikur vërtet, babi. Thjesht ka dalë të blej diçka. Artani ndjeu zemrën t'i coptoi. Ju desh t'i mbante të dyja vajzat në krah deri në dhomë, një nga një, ndërsa ato qanin duke thirrur Besën. Të nesërmen në mëngjes, kur zbriti për të ngrënë mëngjes, gjeti Sofian dhe Elenën ulur në dyshemen e dhomës së ndenjes. Në të njëjtin pozicion si muaj më parë. Të qeta, të painteresuara, duke parë në boshllë. Vajza, a do të ham mëngjes? Asnjë përgjigje. Ishte sikur të ishin kthyer në gjendjen e mëparshme, sikur i gjithë progresi i javëve të fundit të kishte qenë vetëm një ëndër. Vera u përpoq t'i gjallëronte me lojra, por ato nuk reagonin. U ofroi lodrat e preferuara, por ato as nuk i shikonin. U përpoq të këndonte këngët që këndonte Besa, por zëri i saj nuk kishte të njëjtin efekt magjik. Ditën e dytë pa Besën, Sofia dhe Elena ndaluan së ngrëni përsëri. Ditën e tretë, u kthyen në heshtje të plotë. Ditën e katërt, ishte sikur muajt e fundit të progresit të mos kishin ndodhur kurrë. Artani ishte i dëshpëruar. I telefonoi doktor Fatmirit që në mëngjesin e parë. Doktor, vajzat janë përkeqësuar plotësisht.
Janë saktësisht si më parë. Zoti Dervishi, kjo pritej. Është ajo për të cilën ju paralajmërova në lidhje me varësinë problematike. Tani mund të rifillojmë trajtimin e duhur, pa ndërhyrje të jashtme. Por ndërsa ditët kalonin dhe vajzat nuk përmirësoheshin, Artani filloi të pyeste veten nëse kishte marrë vendimin e duhur. Doktor Fatmiri rriti frekuencën e seancave, futi medikamente të reja, solli pajisje edhe më të sofistikuara. Por asgjë nuk funksiononte. Një javë pas largimit të besës, ndërsa rregullonte letra në zyrë, Artani gjeti një dosje që nuk I kujtoi ta kishte parë më parë. Ishte futur mes dokumenteve të tjera mjekësore, pothuajse e fshehur. Brenda dosjes kishte një raport me logon e doktoresh Marina Priftit, psikiatre fëmijësh në spitalin Hygeia. Dokumenti ishte I datës 7 muaj më parë, 2 muaj pas fillimit të trajtimit të vajzave me doktor Fatmirin. Artani filloi të lexonte dhe ndiu gjakun t'i ngri në vena. Vlerësim psikiatrik, pacientet, Sofia dhe Elena Dervishi pas analizës së detajuar të gjendjes së paraqitur nga pacientet, konkludoi se bëhet fjalë për traumë psikologjike akute si pasojë e humbjes së papritur të nënës. Gjendja është e kthyeshme përmes terapisë mbështetëse emocionale, një mjedisi mikpritës dhe pranisë së figurave të qëndrueshme kujdestare. Nuk rekomandoj trajtime invazive, medikamente psikotropike apo procedura eksperimentale për këtë rast. Pacientet kanë aftësinë për të shëruar në mënyrë natyrale përmes lidhjes së sigurt afektive dhe ndjekjes psikologjike mbështetëse. Prognoza, e shkëlqyer me shërim të pritur brenda 3 deri në 6 muaj përmes kujdesit të duhur emocional. Ja përcjell këto konkluzione Dr. Fatmir Agollit për dijeni dhe rivlerësim të protokollit të trajtimit. Dr. Marina Prifti, Nr. Licence, 8945 tr. Artani e lexoi dokumentin 3 herë radhazi, pa mundur ta përpunonte plotësisht atë që po shite. Ai raport ishte bërë 7 muaj më parë. 7 muaj. Dhe doktor Fatmiri nuk e kishte përmendur kur ekzistencën e tij. Me duar që I dridheshin, Artani mori telefonin dhe telefonoi spitalin Hygeia. Dua të flas me doktoresh Marina Priftin, ju lutem. Një moment do t'ju lidh me zyrën e saj. Disa minuta më vonë, 20 femëror u përgjigj, doktoresha Marina, mirëdita. Doktoresh, këtu është Artan Dervishi. Ju keni vlerësuar vajzat e mia binjake disa muaj më parë. Ah, po. Sofia dhe Elena. Si janë ato? Shpresoj që doktor Fatmiri të ketë ndjekur rekomandimet e mia, Artani ndjeu fytin t'i thahej. Doktoresh, çfarë rekomandimesh saktësisht? E po, zoti Dervishi, siç shpjegova në raportin që dërgova, vajzat tuaja nuk kishin nevojë për trajtime komplekse. Trauma e tyre ishte akute, por me potencial të shkëlqyer për shërim përmes kujdesit afektiv. Rekomandova pezullimin e procedurave invazive dhe përqendrimin në terapinë mbështetëse emocionale. Doktoresh, unë kur nuk e kam parë këtë raport. Pati heshtje në anën tjetër të linjës. Si kështu, kur nuk e keni parë? Ja dërgova drejt për drejt doktor Fatmirit më shumë se gjysmë viti më parë, me një kopje për ju. Nuk kam marrë kur asgjë. Zoti Dervishi, kjo është shumë serioze. Ai raport do të ndryshonte plotësisht trajtimin e vajzave tuaja. Çfarë ka bërë doktor Fatmiri me to gjatë gjithë këtyre muajve? Artani shpjegoi të gjithë aparaturën mjekësore të montuar në shtëpi, pajisjet, medikamentet, procedurat ditore. O Zot, përshpëriti doktoresha. Zoti Dervishi, e gjithë kjo ishte plotësisht e panevojshme. Dhe potencialisht e dëmshme. Vajzat tuaja mund të ishin shëruar në mënyrë natyrale muaj më parë. Artani e mbylli telefonin me ndjesinë se bota po shembej përsëri. Doktor Fatmiri kishte fshehur qëllimisht një raport mjekësor që mund të kishte ndryshuar gjithçka. Vajzat e tij kishin vuajtur muaj të tërë trajtimesh të panevojshme për çfarë? Në të njëjtën pasdite, punsoi një hetues privat. Donte të dinte gjithçka për doktor Fatmir Agollin, karrierën e tij, sjelljen profesionale, pacientët e tjerë. Ajo që zbuloi në një javë hetim ishte tronditëse. Hetuesi, një ish polici I quajtur Robert Usaila, dorëzoi një raport të gjatë mbi mjekun. Kishte biseduar me ish punonjës të spitaleve ku kishte punuar Fatmiri, kishte rishikuar procese etike, kishte analizuar modelet në trajtimet e tij. Zoti Dervishi, doktor Fatmir Agolli ka një histori shqetësuese.
Në 5 vitet e fundit, të paktën 12 familje kanë bërë denoncime kundër tij për trajtime të panevojshme ose tepër të shtrenjta. Shumica nuk kanë shkuar më tej sepse ai ka një ekip ligjor shumë të mirë dhe proceset janë teknikisht komplekse. Çfarë lloj denoncimesh? Diagnozat e egzageruara, trajtime eksperimentale të paprovuara, medikamente në doza të papërshtatshme, procedura që zgjaten shumë më tepër se sa duhet. Gjithmonë te pacient nga familje me fuqi të lartë blerëse. Roberti tregoi një dosje plot me dokumente. Por rasti më i keq që gjeta ishte ai një infermiereje që punoi me të në spitalin Nën Teresa. Një far Besa Shala. Artani ndjeu stomakun t'i kthehej përmbys. Besa Shala? Po. Sipas dokumenteve që arrita të siguroj, ajo u përpoq të paralajmëronte për një gabim në dosë që doktor Fatmiri po bënte te një fëmijë. Në vend që të pranonte gabimin, ai falsifikoi recetën mjekësore dhe ia vuri fajin asaj. Infermierja u pushua nga puna, humbi licencën, u padil. Jeta e saj u shkatërrua për të mbrojtur reputacionin e tij. Artani ishte i zbedh. Jeni i sigurt për këtë? Zoti Dervishi, arrita të kem akses në arkivat e brendshme të spitalit përmes një kontakti. Recetat origjinale janë ende atje në arkivin e vjetër. Mund të shihet se ku janë ndryshuar. Doktor Fatmiri ndryshoi 3 mg në 10 mg pasi fëmia vdiq për ta bërë të dukej sikur infermierja kishte aplikuar një mbidozë. O Zot! Dhe ka më shumë. Duke biseduar me njerëz të tjerë që punuan me të, zbulova se kjo Besa Shala konsiderohej një nga infermieret më të mira pediatrike të spitalit. Nuk kishte bërë kur një gabim, ishte e dashur nga fëmijët dhe familjet. Nuk kishte asnjë kuptim që ajo të bënte një gabim kaq elementar. Artani ishte në gjendje shoku. Besa kishte thënë të vërtetën. Ajo ishte e pafajshme. Dhe ai e kishte pushuar nga puna bazuar në gënjeshtrat e të njëjtit njeri që ja kishte shkatëruar jetën më parë. Robert, më duhen të gjitha provat që mund të gjesh për këtë rast të infermieres. Dokumente origjinale, dëshmitar, gjithçka. Tashmë po i siguroj, zotëri. Por a mund të pyes pse ky rast specifik është i rëndësishëm? Sepse kjo infermiere ajo po kujdesej për vajzat e mia dhe ato po përmirësoheshin me të. Unë e pushova nga puna sepse besova gënjeshtrat e doktor Fatmirit. Atë natë, Artani nuk arriti të flinte. Unë gjit disa herë në dhomën e vajzave për t'i parë duke fjetur. Sofia dhe Elena dukeshin kaq delikate, kaq të cenueshme. Dhe ai kishte lejuar që ato t'i nënshtroheshin muajve të tërë trajtimesh të panevojshme për shkak të lakmisë dhe ambicies së një njeriu pa skrupuj. Më keq akoma, kishte pushuar nga puna të vetmin person që po i ndihmonte vërtet. Të nesërmen, Roberti solli më shumë prova. Dokumente nga urdhri i mjekut të Shqipërisë që tregonin hetime të tjera kundër Fatmirit. Raporte financiare që tregonin se ai fitonte komisione për pajisjet e marra me qira për trajtime shtëpiake. Regjistrime të thirrjeve telefonike ku ai udhëzonte furnitorët se si të frynin kostot e procedurave. Zoti Dervishi, doktor Fatmir Agolli nuk është thjesht një mjek i paaftë. Ai është një kriminal. Përdor cenueshmërinë e familjeve në momente dëshpërimi për t'u pasuruar. Robert, dua që ti mbledhësh të gjitha këto në një dosje të plotë. Dua çdo dokument, çdo provë, çdo dëshmitar. Do t'ia shkatërroj karrierën këtij njeriu. Dhe për infermieren Besa? Artani psherti u thellë. Duhet ta gjej. Duhet t'i kërkoj falje. Dhe duhet ta kthej për vajzat e mia, po atë pasdite, Artani u përball me doktor Fatmirin. Nuk tha asgjë për zbulimet, thjesht pyeti rastësisht, doktor, a e keni njohur një infermiere të quajtur Besa Shala në spitalin Nën Teresa? Pa fytyrën e mjekut të zbehej për një çast, përpara se ai të mblidhte veten. Pa qartë. Pse? Asgjë e rëndësishme. Thjesht kureshtje. Por ai reagim ishte i mjaftueshëm për të konfirmuar gjithçka. Doktor Fatmiri e dinte saktësisht se kush ishte Besa dhe çfarë i kishte bërë asaj. Atë natë, Artani mori një vendim. Mori telefonin dhe telefonoi zyrën më të mirë të avokatisë penale në Tiranë. Punësoi një ekip prej 5 avokatësh të specializuar në krime kundër shëndetit publik. Gjithashtu punësoi kontabilist mjekoligjor për të analizuar të gjitha pagesat e bëra për doktor Fatmirin dhe rrjetin e tij të furnitorëve.
Donte çdo lek mbrapsht me interesa dhe korrigjime. Dhe punësoi 3 hetues të tjerë privat për të mbledhur prova për të gjithë pacientët e tjerë që Fatmiri kishte dëmtuar. Doktor Fatmir Agolli nuk e kishte iden, por jeta e tij ishte gati të shembej plotësisht. Artani kaloi pjesën tjetër të natës pranë vajzave, të cilat flinin të shqetësuara, duke përshpëritur teta Besa gjatë ëndrave. Në mëngjes, ai do të dilte për të gjetur Besën dhe për t'i lutur për falje. Por para kësaj duhej të sigurohej se njeriu përgjegjës për kaq shumë vuajtje do të paguante për çdo lot që kishte shkaktuar. Të gjente Besën nuk ishte e vështirë. Ajo po punonte si pastruese në një kompani pastrimi në Kamës, merrte 3 autobus çdo ditë për të shkuar në punë dhe jetonte në një apartament të vogël me qira në periferi. Artani arriti tek ajo përmes agjencisë ku Vera kishte gjetur informacionet e saj fillimisht. Pronarja e agjencisë, zonja Konstantina, një grua 70 vjeçare që kujdesej për biznesin familjar prej dekadash, fillimisht refuzoi të jepte adresën. Zoti Artan, Besa është një vajzë shumë e vuajtur. Nuk do ta ekspozoj nëse ju do t'i shkaktoni më shumë probleme. Zonja Konstantina, unë duhet t'i kërkoj falje. Dhe vajzat e mia kanë nevojë për të. Zonja e studioi me një shikim depërtues për disa minuta. Ju e pushuat nga puna për shkak të asaj historisë së spitalit, apo jo? E dija që një ditë kjo do të ndodhte. Gjithmonë ndodh. Ju e dinit historinë e saj? Sigurisht që e dija. Besa më tregoi gjithçka ditën e parë që erdhi këtu për të kërkuar punë. Çau para meje, më tregoi dokumentet, shpjegoi se si u përdor si kurban. Një padrejtësi e madhe. Atëherë pse e rekomanduat për të punuar në shtëpinë time? Sepse unë i njoh njerëzit, djalosh. Njoh njerëz të mirë dhe njerëz të këqij. Besa është njeri i mirë. Gjithmonë ka qenë. Ajo që i bën ishte një ligësi pa kufi. Zonja Konstantina i dha adresën, por e paralajmëroi, nëse e lëndoni përsëri atë vajzë, do të duhet të sqaroheni me mua. Artani shkoi në apartamentin e Besës një pasdite të shtune. Ishte një ndërtesë e thjeshtë në babru, me mure të zhveshura, dritare të vogla. Ngjiti 3 kate shkallë derisa gjeti derën me numrin që kërkonte. Kur Besa hapi derën dhe e pa aty, fytyra e saj u zbe. Zoti Artan? Besa, unë a mund të hyj? Duhet të flas me ty, ajo hezitoi për një moment, por më pas hapi derën. Apartamenti ishte i vogël, i pastër, me mobilje të thjeshta dhe një altar të vogël me qirin të ndezur në një rraf. Besa, kam ardhur të të kërkoj falje. Ajo e shikoi pa kuptuar. Falje për çfarë? Që nuk të besova. Që të pushova nga puna pa dëgjuar versionin tënd. Që të shkatërrova shansin për të punuar përsëri me fëmijë. Artani i tregoi gjithçka. Zbulimin e raportit të fshehur të doktoresh Marinës, hetimin mbi doktor Fatmirin, provat se ajo ishte trajtuar padrejtësisht në spital. Besa dëgjoi në heshtje, me lotët që i rridhnin në faqe. E dija, përshpëriti kur ai mbaroi. Gjithmonë e kam ditur se një ditë e vërteta do të dilte. Besa, vajzat e mia. Ato janë përkeqësuar plotësisht pasi ike ti janë siç ishin më parë, ose më keq. Ato kanë nevojë për ty, Zoti Artan, unë. Besa, të përgjërohem. Ktheu në shtëpi. Ktheu për to, Besa fshiu lotët dhe mori frym thellë. Vajzat si janë ato? Të humbura. Të zbrazta. Thërasin emrin tënd ndërsa flen. Pyesin për ty çdo ditë. Kanë ndaluar së ngrëni përsëri, nuk flasin, nuk luajnë. Është sikur i gjithë ai gëzim që ti solle të ishte vetëm një ëndër. Besa mbylli syt për një moment. Po doktor Fatmiri, do të paguaj për gjithçka që ka bërë. Ty, vajzave të mia, të gjitha familjeve të tjera. Kam avokat, hetues, kontabilist që punojnë për rastin. Ai do të shkojë në burg, do të humbas licencën, do të kthejë çdo lek që ka vjedhur. Artani i kapi duart Besës. Por kjo nuk ka rëndësi tani. Ajo që ka rëndësi janë Sofia dhe Elena. Ato kanë nevojë për teta Besën. Besa filloi të qante përsëri. Ato më quajnë teta Besa? Kështu kanë folur gjithmonë për ty, ku është teta Besa, a do të kthehet teta Besa? Teta Besa premtoi të na këndonte. Zoti Artan, kam kaq frikë se nuk do të arrij t'i ndihmoj përsëri. Po sikur të mos reagojnë? Po sikur të mos di çfarë të bëj?
Besa, ti do ta dish. Ti gjithmonë e ke ditur. Është një dhunti që ti e ke. Artani ndaloi dhe zëri i tij u mbush me emocion. Unë humba gruan time. Mendova se do të humbisja edhe vajzat. Ti i ktheve ato tek unë. Ti shpëtove familjen time. Besa shikoi altarin në raft, ku kishte një foto të vogël të një fëmije. Është Gabrieli, pyeti Artani butësisht. Po. I ndes një qiri çdo ditë. Dhe i kërkoj falje, edhe pse e di se nuk ishte faji im. Besa, Gabrieli nuk vdiq për shkakun tënd. Dhe Sofia e Elena janë gjallë fal teje. Atë pasdite, Artani e solli Besën përsëri në shtëpi. Por së pari bën një ndalesë të veçantë. Blen përbërës për të bërë biskota, bojra për të pikturuar, fara për të mbjell lule në kopsht. Gjëra të thjeshta, por plot kuptim. Kur arritën në shtëpinë në zonën e liçenit të thatë, Artani parkoi jashtë dhe i telefonoi Verës. Vera, a mund t'i sjellësh vajzat te dritarja e dhomës së ndenjes? Disa minuta më vonë, Sofia dhe Elena u shfaqen në dritare. Kur pan Besën të zbriste nga makina, filluan të bërtisnin dhe të godisnin xhamin. Teta Besa. Teta Besa. Babi e solli teta Besën përsëri. Ato vrapuan drejt derës para se Besa të arrinte. Kur ajo hyri, ju hodhën në krah duke qarë, duke qeshur, duke folur në të njëjtën kohë. Teto Besa, ti i ke pa u përshëndetur. Ne të pritëm të ktheheshe. Babi tha se kishe udhëtuar, por ne e dinim se nuk do të ikje vërtet. Besa ul në gjunjë në dyshemen e dhomës së ndenjes, duke përqafuar të dyja vajzat, duke qarë bashkë me to, më ka marrë malli shumë, shumë për ju. A do të ikësh përsëri, teta Besa? Kur më, dashurit e mia, kur më? Atë natë, shtëpia u mbush përsëri me jetë. Sofia dhe Elena darkuan siç duhet për herë të parë në 2 javë. Luajtën, qeshën, i treguan Besës gjithçka që kishte ndodhur në mungesë të saj. Në kohën e gjumit, ajo këndoi të gjitha këngët që ato i kërkuan. Erdhi macja nga mulliri, unë jam vogelushja çapkëne, dhe madje disa të reja që i kishte mësuar posaçërisht për to kur vajzat më në fund fjetën, Artani dhe Besa qëndruan duke biseduar në dhomën e ndenjes. Besa, dua të dish se gjërat do të jenë ndryshe tani. Ti nuk do të jesh më punonjëse këtu. Ti do të jesh pjesë e familjes. Zoti Artan. Dhe dua të ndihmoj të pastrosh emrin tënd. Kam avokatët më të mirë të Tiranës që punojnë për rastin e doktor Fatmirit. Ata do të përfshin procesin tënd në hetim. Ti do ta marrësh licencën tënde përsëri nëse dëshiron. Besa qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Zoti Artan, kam mësuar shumë në këto 2 vite. Mësova se nuk kam nevojë për një titull apo një diplom për të kujdesur për fëmijët me dashuri. Sofia dhe Elena më mësuan se ajo që shëron vërtet nuk janë ilaçet apo pajisjet. Është për kujdesja. Atëherë do të qëndrosh? Do të qëndroj. Por jo si punonjëse. Si dikush që i do këto vajza dhe dëshiron t'i shoh të rriten të lumtura. 3 muaj më vonë, skandali që përfshinte doktor Fatmir Agollin shpërtheu në media. Hetimet zbuluan një skem mashtrimesh që zgjaste më shumë se 5 vjet. Diagnoza të rreme, trajtime të panevojshme, medikamente të papërshtatshme, komisione të paligjshme nga furnitorët. Dëmi për familjet i kalonte 200 milion lekë. Doktor Fatmiri u arrestua në një operacion të policisë së shtetit që përfshiu pjesëmarrjen e organeve të mbikëqyrjes mjekësore nga 3 qarqe. Arrestimi i tij u transmetua gjerësisht në televizion me imazhe të tij duke u marrë me pranga. U dënua me 15 vjet burg për mashtrim të kualifikuar, ushtrim të paligjshëm të mjekësisë, falsifikim të dokumenteve mjekësore dhe grup të strukturuar kriminal. Ju hoq përgjithmonë licenca mjekësore dhe u detyrua të paguante dëmshpërblime milionëshe për familjet e dëmtuara. Rasti i Besës u rishikua nga urdhri i infermierit të Shqipërisë. Me provat e reja të paraqitura nga avokatët e Artanit, licenca e saj u rivendos dhe ajo mori një dëmshpërblim nga spitali për pushim të padrejt nga puna. Por Besa vendosi të mos kthehej të punonte në spitale. Me mbështetjen e Artanit, ajo krijoi institutin Teta Besa, një qendër mbështetëse për familjet me fëmijë që kishin kaluar trauma. Një vend ku shërimi ndodhte përmes muzikës, lojrave, afeksionit dhe vëmendjes së sinqertë. Sofia dhe Elena, tani 9 vjeç, u bën ambasadoret e para të vogla të institutit.
Ndihmonin në pritjen e fëmijëve të tjerë, u mësonin këngët që teta Besa u kishte kënduar atyre, ndanin historitë e tyre të tejkalimit. 2 vjet pas krijimit të institutit, në një festë bamirësie në Hotel Rogner, Sofia u ngjit në skenë për të folur para një audience prej 400 personash. Emri im është Sofia, dhe kjo është motra ime Elena. Kur nëna jon shkoi në qiell, ne u mërzitëm shumë dhe ndaluam së foluri, së luajturi, së buzëqeshuri. Mjekët u përpoqën të na ndihmonin me ilaçe dhe makina, por asgjë nuk funksiononte. Vajza ndaloi, shikoi audiencën dhe vazhdoi, derisa një ditë erdhi një grua shumë e veçantë në shtëpinë tonë. Ajo ishte thjesht një punonjëse pastrimi, një person që të gjithë e mendonin të padukshëm. Por ajo na pa. Ajo na këndoi, luajti me ne, na bëri të kujtojmë se bota ende mund të ishte e bukur. Elena i u bashkua motrës në skenë. Teta Besa na mësoi se shërimi nuk ka të bëjë me ilaçe apo pajisje të shtrenjta. Ka të bëjë me dashurinë. Ka të bëjë me dikë që kujdeset vërtet për ty, Sofia përfundoi. Një grua e padukshme na shpëtoi kur të gjithë specialistët dështuan. Dhe sot, përmes institutit Teta Besa, ajo vazhdon të shpëtojë fëmijë të tjerë çdo ditë. Audienca u ngrit në këmbë në një ovacion 5 minutësh. Në rreshtin e parë, Artani qante nga emocioni. Pranë tij, Besa mbante foton e Gabrielit që e kishte gjithmonë me vete në çantë. Epe, Gabriel, i përshpëriti fotos. Teta Besa jote u bë përsëri shpëtimtare fëmijësh. Atë natë, duke u kthyer në shtëpi, Sofia pyeti, Teta Besa, a mendon se nëna jon do të ishte krenare për ne? Besa shikoi të dyja vajzat, kaq të rritura, kaq të forta, kaq plot jetë. Sofia, princesha ime, jam e sigurt se nëna juaj ju shikon çdo ditë nga qielli dhe buzëqesh. Ju jeni vajzat më guximtare dhe më të dashura që njoh. Po ti, Teta Besa? A je e lumtur? Besa shikoi nga dritarja e makinës, duke parë Tiranën e ndriçuar që kalonte jashtë. Mendoi për udhëtimin që kishte bërë, nga infermierja e përkushtuar te gruaja e shkatëruar, nga punonisja e padukshme te themeluesja e një instituti që ndryshonte jetë. Por kryesisht mendoi për Sofian dhe Elenën, të cilat e kishin shndërruar dhimbjen e saj në qëllim, humbjen e saj në fitim, dëshpërimin e saj në dashuri. Jam më e lumtur se sa kam imagjinuar ndonjëherë se ishte e mundur, u përgjigj, duke përqafuar të dyja vajzat në sediljen e pasme të makinës. Dhe ndërsa udhëtonin nëpër qytetin e ndriçuar, të treja kënduan së bashku këngën që kishte filluar gjithçka. Erdhi Macia nga Mulliri, mjaul, mjaul, mjaul. Ç'na ke prur moje mirë, mjaul, mjaul, mjaul. Në shtëpinë në zonën e liçenit të thatë, ku vite më parë kishte mbretëruar heshtja e dhimbjes, tani jehonin muzika, të qeshurat dhe historitë e shpresës. Shtëpia që dikur ishte thyer nga tragjedia ishte bërë një simbol se dashuria e vërtet gjithmonë gjen një mënyrë për të shëruar. Dhe në dhomën e vajzave, në një raft të vogël pranë krevateve, qëndronte një foto, Sofia, Elena dhe Besa të përqafuara, të buzëqeshura. Nën foto, në një pllak të vogël të artë, ishte shkruar, familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria që ndajmë. Artani e shikonte këtë foto çdo natë para se të flinte, duke falënderuar fatin që kishte sjellë një grua të padukshme për të shpëtuar familjen e tij të dukshme. Sepse ndonjëherë njerëzit më të rëndësishëm në jetën tonë vijnë kur më pak i presim, nga vendet më të pamundura, duke mbartur dhunti që as ata vetë nuk e dinë se i posedojnë. Dhe ndonjëherë të shpëtosh dikë është e vetmja mënyrë për të shpëtuar edhe veten. Të dashur dëgjues, historia e Artanit, Sofias, Elenës dhe Besës mbërriti në fund, por shpresojmë që emocioni që ajo solli të vazhdojë të jetojë në zemrat tuaja. Një rrëfim se si dashuria e vërtet mund të lindë nga dhimbja më e thellë, se si drejtësia ndonjëherë vonon, por gjithmonë vjen, dhe se si njerëzit që na duhen më shumë shfaqen pikërisht atëherë kur mendojmë se gjithçka ka humbur. Nëse kjo histori preku shpirtin tuaj, nëse u emocionuat me udhëtimin e kësaj familjeje të veçantë, lini pëlqimin tuaj në këtë video, abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente cili moment ju preku më shumë. Çdo javë, sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se edhe në tragjeditë më të dhimbshme gjithmonë ka vend për rilindjen e shpresës. Faleminderit që na ndoqët në këtë udhëtim lotësh, tejkalimi dhe dashurie. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku një histori e re do të prek emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të besoni edhe më shumë në forcën transformuese të ndjenjave njerëzore.